Valmon Limani, ish kryetari Komunës Gostivarit, i cili mori 17.000 vota në zgjedhjet e fundit, tha se doja ankimoj vendimin në gjykatën kushtetuese. Me që ju jeni jurist, mendoni se si poverenik i kryeministrit jeni në përputhshmëri me ligjin? Unë nuk jam poverenik, unë jam i deleguar kryetar komune dhe fjala poverenik ka do kuptime të tjera, ndërsa sa i përket zotëri Limanit, ai duhet të shfrytëzoj të drejtat e tij që i takojnë mbas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi, dhe është e drejtë e tij që ta ankimoj, ndërkohë që unë vi me vendim të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Unë nuk jam poverenik, unë nuk jam poverenik, unë nuk jam poverenik, unë nuk jam poverenik, unë nuk jam poverenik,